Të akuzuarit për korrupsion, GKK lënë në burg shefin e rrugores Tiranë dhe varësitë e tij. GKK ka lënë në burg shefin e rrugores në Tiranë, Roven Zeka, dhe ato të sektorit aksidenteve Sokol në Vakun, të arrestuar për kryerjen e veprës penale korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike kryer në bashkëpunim. Sipas organit të akuzës, ata u arrestuan pasi kanë marrë shfet 2.000 euro një shofere që u përfshin në një aksident rrugor në Tiranë në 16 prill. Sipas hetimeve nga SPAK, nga përplasja e 2 automjeteve, 5 persona që udhëtonin në njëri nga makinat u dërguan në spital për të marrë ndihmë mjekësore, ndërsa në automjetin tjetër ndodhej vetëm drejtuesja me inicialet AV. Bashkëshortja e shtetasit e i dyshuar për kryerjen e veprës penale të korrupsionit aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike. Raportohet se efektivët e rrugores i kanë kërkuar familjarëve të shoferes me inicialet AV pagesën prej 2.000 eurosh që të mos arrestonin. Shuma e parave është kërkuar të dorëzohej brenda një kohe të shkurtër dhe është siguruar nga bashkëshorti i saj me ndihmën e personave të tjerë. Këtë shumë ai ka dorëzuar njërit prej punonjësve të policisë rrugore. Fakti provuar gjatë hetimit, urdhri i ndalimit shtetasve të SN dhe RZ është ekzekutuar nga BKH në bashkëpunim me Agjencinë e mbikëqyrjes policore. Gjatë kontrolleve të kryera për llogari të këtij procedimi penal, janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale shumat prej 2.500.000 lekë dhe 26.000 euro, informon organi i akuzës.